Pamjet të cilat po qarkullojnë me shpejtësi kanë ngritur një ser pikpyetjesh për sjelljet e dy banorëve brenda shtëpisë. Djegësit kanë nisur menjëherë debatet pasi momenti i kapur nga kamerat është interpretuar në mënyra të ndryshme, duke lënë hapësirë për shumë hamendësime. Fakti që gjithçka ndodh brenda një formati të monitoruar 24 orë ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin, pasi çdo veprim i pazakont menjëherë bie në sy. Në video shihet Edi tek kuzhina e jashtme, i cili merr një qese të vogël në dukje me diçka të bardhë brenda dhe e fut fshehurazi në xhep. Veprimi i tij është bërë objekt diskutimi, sidomos për mënyrën se si ai e mbulon lëvizjen, sikur të përpiqej të mos bjerë në sy. Shumë përdorues online kanë komentuar se gjesti ishte i dyshimt, ndërsa të tjerë mendojnë se mund të ketë qenë thjesht diçka e parëndësishme që është keq interpretuar nga publiku. Gjatë të njëjtit moment, banorja dolçe i drejtohet produksionit me pyetjen: "Kështu mundem?" Një frazë që ka bërë edhe më të paqartë situatën. Ajo më pas ulet poshtë banakut dhe qëndron e fshehur për disa sekonda, gjë që ka hapur edhe më shumë diskutime për atë çfarë mund të ketë qenë duke bërë. Kjo sjellje e sinkronizuar në kohë me veprimin e Edit ka bërë që momenti të shihet si diçka që kërkon sqarim. Këto lëvizje të çuditshme kanë ngjallur dyshime të shumta dhe videot janë shpërndarë gjithësisht në TikTok, Instagram e X me fansat që komentojnë pa ndalur për atë çfarë mund të ketë ndodhur në të vërtetë. Komentet variojnë nga më të thjeshtat e deri tek teoritë më të egzageruara, duke treguar se publiku është shumë i ndjeshëm ndaj çdo detaji që ndodh brenda shtëpisë së formatit. Kjo ka bërë që pamjet të marrin një bujë edhe më të madhe. Deri më tani, produksioni nuk ka dhënë ndonjë sqarim rreth atij momenti, duke lënë publikun të presë përgjigje dhe të vazhdojë me interpretimet e veta. Në rrjetet sociale po kërkohet transparencë dhe shumë fansa kërkojnë që të publikohet videoa e plotë e situatës për të kuptuar qartë çfarë ka ndodhur. Derisa të ketë një reagim zyrtar, debati mbetet i hapur dhe momenti vazhdon të jetë ndër më të komentuarit e javës.